Faleminderit e nderuar kryetare. Në lidhje me atë çfarë tha deputeti Besnik Tahiri, pyetja e tij ishte që çfarë po bëhet për sektorin privat, sepse është dhënë paga e 13 për sektorin publik dhe në anën tjetër gjithashtu shtoi diçka që nuk qëndron, pra tha kërkun tjetër nuk jepet paga e 13. Pra në një hulumtim të thjeshtë, deputeti Tahiri do ta gjente se paga e 13 është obligative në disa prej shteteve të Bashkimit Evropian, siç është Italia, Spanja, Portugalia dhe të tjera, ndërkaq megjithse nuk është obligative ligjërisht, është zakonore, pra që në fund të vitit të jepet paga e 13, madje në disa raste edhe e 14, pra 2 herë në vit, në shtete siç janë Austria, Gjermania, Holanda, Franca e kështu me radhë. Pra nuk është që po shpikim diçka, kjo praktik ekziston në shtetet e Bashkimit Evropian dhe ne kemi ndjekur të ngjajshmen. Sa i përket asaj se çfarë po bëhet për sektorin privat apo çfarë qeveria ka bërë, më lejoni t'ju rikujtoj që 70 milion euro në dhjetor të vitit kaluar janë dhënë si pagesë e njëhershme, pra për gjitha familjet që kanë fëmijë apo pensionist. Pra gjitha familjet kanë qenë përfituese. Pensionistët kanë marrë një shtesë prej 100 euro në fund të vitit, e gjithashtu secili fëmijë dhe secila familje që ka pasur fëmijë, për çdo fëmijë ka marrë nga 100 euro shtesë. Për më tepër, pra përveç pagesës së njëhershme, më lejoni gjithashtu t'ju rikujtoj që me qeverisjen tonë për sektorin privat dhe për gjitha familjet, pra për nënat dhe fëmijët, tashmë jo një herë në vit, për çdo vit ipen 200 milion euro për shtesat për fëmijë dhe për shtesat për nëna lehona. Gjithashtu sa i përket sektorit privat dhe punëtorëve në sektorin privat, për herë të parë pas më se një dekade ka pasur rritje të pagës minimale dhe ajo si vjet pra bëhet 500 euro. Aktualisht është 425 euro bruto, ndërkaq në korrekt të këtij viti bëhet 500 euro. Sa i përket pagës së 13, ne e kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës i sektorit publik. Pra i takon punëdhënësit që ta jap pagën e 13. Nëse ju mendoni, pra që edhe sektori privat duhet ta bëjë një gjë të tillë, këtë ndoshta edhe mund ta mandatojmë me ligj, ngjajshëm siç e kanë disa shtete evropiane. Ne kemi menduar si qeveri që është më mirë të lihet në vullnetin, pra e punëdhënësve që të vlerësojnë për dhënien e pagës së 13 dhe i inkurajojmë të tillët, pra që ta ndjekin këtë praktik dhe të fillojnë me dhënien e pagës së 13, por nëse mendoni si kuvend që kjo duhet të bëhet obligative me ligj, ne jemi të hapur ta shqyrtojmë një gjë të tillë. Faleminderit. Faleminderit Faleminderit kryetare, nderuar deputet, qytetarë të Kosovës. Posh zoti Anit ministrin çka tha. Tha pensionistët, tha ja u kemi dhonë një mbështetje. Ja u kemi jap tha nënave dhe lehonat. Lehonat, ajo nuk kom punë. Pensionisti ka 65 vjet. Kjo ka një emër tjetër. Emri është shumë i thjeshtë, quhet skemë sociale që është vi buxhetore në buxhetin e Republikës Kosovës. Ne jemi për me mbështet pensionistin, ne jemi për me mbështet nënat, ne jemi për me mbështet lehonat, fëmijët krejt. Fëmija 13 vjet nuk punon. Unë të fola të pyeta shqip. Ja ke jap 65 milion euro rrogën e 13 që qenë kanë ndo shtete që e kanë zhvillimin ekonomik bukur më të madh se na, e janë në Unionin Evropian. Po dojmë në rregull, unë të pyeta, çka ka bëu qeveria e Kosovës me ndihmu sektorin privat se pensionisti ka 65 vjet, ndërsa krejt ato që i përmenin skema sociale, s'fola unë për to, mos u mundo me ikpi përgjithësisë. Del tregona, çka ke bëu për sektorin privat, çka ke bëu për ai që është skele, çka ke bëu për ai që është duke punu në ndërtimtari, çka ke bëu për ato gra që punojnë në supermarketa, çka ke bëu për gazetarët që janë në sektor privat, çka ke bëu për secili njeri që të jap rrogën ty. Ata janë taksa pagust. Ata janë taksa pagust e secilit njeri në sektor publik. Rrogat vinë për taksave. E që unë po tregoj çka ke bëu. Nëni s'ke bëu asnjë veprim të vetëm në raport me ngritjen e çmimeve, asnjë veprim të vetëm. Ta kem kërku për të vëshëm e zbrit, se ke bëu. Kem kërku për aksis, se ke bëu. Çmimet ka shku në havan, ndërsa firmat të cilat i mojnë këta punëtorën para bankrotit. Tregona çka ke bëu për çta punëtor, jo për pensionistë, se na ju mbështesën për me pas skema sociale në funksion. Ministri Murati. Faleminderit të nderuar kryetare. Deputeti Tahiri siç duket ka dy keqkuptime thelbësore sa i përket temës.
E para ka të bëjë me çështjen se kush duhet ta jap pagën e 13, pra është punëdhënësi, po e sqaroj edhe një herë, në sektorin privat punëdhënësi duhet ta jap pagën e 13, do njoftova, nëse keni dakordim, keni pajtueshmëri, mund ta bëjmë edhe obligative me ligj. Pra qysh tani mund ta nisim ne projekt ligj që obligon edhe sektorin privat çdo vit ta jap pagën e 13. Kjo është e para. Sa i përket kesh kuptimit të dytë, pra gjithashtu kesh kuptohet ajo sa i përket të ardhurave të familjes. Pra ne kemi mbështetur familjen, secila familje ka njerëz që punojnë. Dhe me qenë se është mbështetur familja përmes pensionistit, apo përmes fëmijës, apo përmes nënës, atëherë kjo ka lehtuar edhe barrën e atij që punon apo asaj që punon dhe që mban familjen. Sepse një infuzion shtesë në fund të vitit prej 70 milion euro për të gjitha familjet në Republikën e Kosovës, patjetër që ka lehtuar barrën. Mund t'i pyesni edhe vetë anëtarët e familjes se a e vlerësojnë apo jo këtë mbështetje që ka dhënë qeveria. Faleminderit.